Raketa Taurus, ose më sakt Taurus KPD-350, janë raketat të cilat vlerësohen si shumë të rrezikshme. Ato hidhen nga ajri drejt sipërfaqes së tokës dhe janë të afta të godasin me rreze të gjatë. Raketat Taurus, të hedhura nga aeroplanët, shënjestrojnë dhe azgjësojnë një objektiv deri në 500 km larg. Raketa është e gjatë 5 metra dhe peshon 1400 kg, por mund të mbarte edhe një kokë shpërthyese deri në 480 kg. Koka me eksploziv shpërthen 2 herë dhe azgjëson objektiva në një rreze të madhe nga pika e goditjes. Kjo raketë e shtrenjtë dhe tepër specifike mund të hedhë në erë objektiva të fortifikuara në mënyrë të nëndeshme dhe që kanë një vlerë të posaçme strategjike për armikun. Nëse Torres të godet, asnjë objektiv nuk ka më shpëtim nga forcat depërtuese dhe shpërthyese e kësaj rakete të sofistikuar dhe vrasëse. Raketa orientohet jo vetëm me sistemin GPS, por edhe me sensor pamor, sepse ka një çip të programuar që analizon pamjet dhe orientohet edhe në mungesë të GPS. Torres fluturon me një shpejtësi që ndryshon nga 735 deri në 1150 km/h. Vendimi i kancelarit gjerman Merz për të liberalizuar dërgimin e këtyre raketave për Ukrainën është pritur shumë keq në Moskë, pasi njihet fare mirë fuqia shkatrimtare e kësaj rakete shumë inteligjente të prodhimit gjerman. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë, siç edhe e pat, sigurisht ata që ishin të duruar të rinë të sintonizuar për të kapur programin. Pjesë e parë, flasim pikërisht për këtë lloj momenti kur kancelari Gjerman Merz më në fund do të japi një gjurmë në politikën e leadershipit gjerman të Europës, duke u rrëfyer shumë më i vendosur dhe shumë ballë për ballë, pra me një politikë më të drejtë për drejtë se sa pararendës si ti, Scholz, duke jo vetëm duke autorizuar po themi goditjen deri në 500 km se kanë rrezën këto raketa ajër-tokë, shumë të fuqishme, por dhe duke krijuar madje një marrëveshje me Ukrainën për të ndërtuar mbi tokën ukrainase fabrika armësh. Pra, është ky rast, ky detaj, një shpjegues për të parë se si i vërtet aktorët europian të këtij konflikti nuk janë aq të zbetë dhe aq pa pigment sa që duken në interpretimet që shpeshherë bëhen për seri të ndryshme analitike. Pra, Gjermania kësaj radhe është ka krijuar një diferencë ndaj gjithë shteteve të tjera të Bashkimit Evropian dhe të Aleancës NATO-s, sigurisht mbas Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për të dekriptuar këtë gjë, po dhe të tjera tema të cilat lidhen me këtë rëndes të konfliktit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, kam të një panel rikthehet Eugenia Sotieri, mbrëmje Eugenia. Mirë se erdhe, eksperte gjeopolitikës dhe drejtuese e qendrës rajonale për sigurinë dhe demokracinë. Jam sakt? Jam sakt? Okej, faleminderit. Dita Goxha jemi mbrëmje. Ledron Krisafi jemi mbrëmje dhe Kolonel Xhavit Shale, ekspert siguri jemi mbrëmje. Më the para emisionit që si ke përdorur një gradat, po nuk e di sepse mendoj që kur njeriu ka grada në karrierën e tij, nuk ka pse ti mbaj ato në zyrtar. Jo, nuk i shtojnë mendim, po i shtojnë pesh, them unë. Është përvojë, është arsimim i gjitha, po nuk është pak. Atë me që ndalova ke ju, do kem në lidhje nga Moska Misha Pumon, i ftuar i shpesh si këtij emisioni, në momentin që e kemi, ne kemi lidhje për shëndes. Atë, çfarë po ndodh, zoti Shala? Unë ka patur gjatë këtyre ditëve, se nuk po ndryshojnë situatat me javë, po ndryshojnë me ditë tashmë, ka patur zhvillime të rëndësishme në fushën diplomatike, por edhe në fushën e luftës, domethënë të luftës armatosur. Po shkojmë paralelisht, edhe të shohim se kushdo nëse diplomacia do të arrijë ta lejë mrapa apo ta frenoj pak luftën. Është interesante që pas samitit të Tiranës,
Unë do ta cilësoj pak samitin e Tiranës. Pas samitit të Tiranës, ajo bisedë e 4 liderëve që u bë me presidentin Trump dhe me rakutyre që të nesën presidenti Trump. Ata që nuk kanë qenë të vëmendshëm me bisedë telefonike. Telefonike. Po, edhe presidenti, duke edhe me atë merakun ata që presidenti Trump mund të mos rezistonte shumë përballë në telefonatën me Putinin, ata të nesën morën haberin që pavarësisht se presidenti Trump e tha që ishte një bisedë suksesshme, u ra dakord për këtë, nuk mori përsipër asgjë për sanksionet, por dha sinjalin që Putin nuk ka ndërmend të bëj armpushim. Këtu mëherë duket ka një reagim të menjëhershëm të gjermanëve dhe të kancelarit gjerman, i cili filloi një aktivitet që mund të ishte edhe i planifikuar, po menjëherë bëri një vizitë të shpejtë në Finland dhe ku ju dha garanci finlandezëve dhe nordikëve për sigurinë në detin Baltik. Nga ana tjetër, ai dha një intervistë në kanalin ARD ku paralajmëroi pikrisht këto dhënien e raketave dhe mundësinë e goditjeve. Bile ai citon shprehimimisht që me këto raketa mund të goditen ajo ura që lidh që shkon në Krime dhe ishte një zhvillim shumë interesant për tipin e... Në fakt, në tipologjinë e kësaj rakete është tamam shkatrimtare urash dhe objekte strategjike. Jo vetëm kaq që është shkatrimtare, por kjo është shkatrimtare edhe objekteve shumë të betonuara, shumë nëntoksore. Të blinduara dhe shumë e çuditshme është që brenda ditës doli njoftimi që 2 milion dokumenta ruse kanë rënë në dorë të jo të sigurta, 2 milion dokumentat ruse të cilat jepin të dhëna të plota mbi vendosjen e armëve bërthamore në Rusi. Ka qenë një lajm që është konfirmuar dhe arsyeja se Çfarë do të thonë kjo, se nuk e kuptoj, ma zbërthe pak lutem. Tashi, brenda ditës se për juve janë gjëra shumë thjeshta, po për brenda ditës kancelari Merz tha që do pajisen me raketa Taurus. Këto raketa, nga të dhënat që përmendet edhe ju në sinkron, kanë aftësinë që të godasin instalime shumë të fuqishme strukturore, dhe nga ana tjetër brenda ditës mund të themi edhe kështu strehime bërthamore. Po, dhe brenda ditës të gjitha të dhënat për strihimet bërthamore ruse binë në dorë edhe të ukrainasve. Kjo unë në prapavi kësaj shoh që diçka ka qenë e organizuar, nuk është se atë ditë dulen këto dhëna, po duket inteligjenca perëndimore i kishte arritur të siguronte më parë. Do thoni ju, a mund ta marrin guximin ukrainasit të godasin apo jo? Kjo është problem tjetër pastaj që do ta trajtojmë. Por ideja është që gjermanët përfundimisht u kthyen u larguan përfundimisht nga ajo ndjenja e fajit që kanë patur në luftën e dytë botërore për ato probleme që i shkaktuan në Europës dhe tashmë zon pozicionin. Po kthehen gjerman, po kthehen gjerman, po i vënë gjoksin sigurisë së Europës. Dhe duke qenë vendi më i pasur ekonomik, fuqia më e madhe ekonomike në Europë, pavarësisht se nuk është fuqi bërthamore, ata po marrin përsipër të jenë violinë e parë në sigurinë europiane. Në garancitë që ai dha, garanci shumë të guximshme që i dha presidentit Macron, ishte dhe ajo që nuk u deklarua hapur, ndosë diku u tha në për shtype tjerë që do t'jape raketa Taurus, por u tha që është nënshkruar një marrëveshje, një nga pikat e takimit. Sipas informacionit që kam unë dhe don duke referuar disa gazetave në një gazetë amerikane, të s'po kujtohet, Taurus tashmë kanë marrë rrugën janë aty. Pra të bëha kur ka deklaruar me se ato ishin aty. Gjermanët tash me shumë mundësi ndodhen në Ukrainë. Kjo që po shohim është thjesht disa kontingjente, se nuk është se janë kështu me qindra, se 600 copë ka vetëm gjithë Gjermania. Gjermanët përdorin atë pak a shumë atë teorinë e paqartësisë strategjike. Mbas që ato shkojnë, deklarojnë që do t'i japin. Paqartësinë strategjike, do të thotë që nuk do japin më informacion. Kështu bënin edhe amerikanët kur kalonin. Duket në këtë rast kështu është rënë dakord dhe vetëm kur të përdoren mund të merret vesh se po bën që çudi sepse këto ndryshe nga Storm Shadow janë 200 ca kilometra edhe më. Këto bëhet që shkojnë deri në 600 edhe 700 kilometra, varet nga ato. Por më interesante ishte marrëveshja në fushën e prodhimit të armëve. Ja, do t'i themi hapasap. Misha, me mbroma.
Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, na ke munguar, ke qenë për ca udhime egzotike të papara, për ta dramatizuar pak se ngelen duke folur për bomba dhe për vrasje. Uroj që e kthyer mirë, të ka bërë mirë, duket që ka bërë mirë udhimi i gjatë. Tani, zoti Shala tha një gjë që të bën dhe të qashe të qeshës. Po, më shumë të qash. Gjermanët u kthyen Gjermanë. Si është pritur në Rusi kjo deklarata e kancelarit Merz për sa i përket raketave Taurus dhe aq më tepër marrëveshja me Ukrainën për fabrika dhe uzina ushtarake të prodhimit të armëve? Në Rusi kuptohet që kjo marrëveshje, këto deklarata dhe hapat e Gjermanisë janë pritur në mënyrë kategorike negativisht. Ka pasur deklarata të forta nga pjesëtar të elitës së Kremlinit, por edhe nga... Nisha të lutem, ke një problem me lidhjen, ti ke qenë gjithmonë ekselent në cilësinë e zërit, nuk e di se çfarë ke. Po është një linjë re me sa duket, edhe nuk e di më dëgjoni apo jo. Do të jetë në linjë që monitorohet. Si? Çka ka Do të jetë në linjë që monitorohet. Po që monitorohet shumë mirë, po rëndësika ti të pastër. Do mundosh të jesh një çik në një linjë më të pastër? Po varet nga regjia juaj, se unë fort jam. Jo, unë e di që dakord, po kam të shqit mos u mbas asnjë fjalë nga ty. Dakord, të rinë në linjë se ndoshta po të angazhoj më vonë dhe po e kaloj fjalën këtu në panel se kuptova thelbin që nuk është pritur mirë në Rusi. Jurgjina, se mendon, 1, hapin e kancelarit gjerman Merz, 2, ku gjen guximin Gjermania, pavarësisht që ka përcyer kompleksin, siç tha zoti Shala, të lutjes botërore, të bëj 2 hapa kaq të forta, të autorizoj goditjen me raketa Taurus dhe njëkohësisht të ketë filluar ndoshta ndërtimin e fabrikave të ndërtimit të armëve në Ukrainë. Unë mendoj që ndryshimi i kursit në politikën gjermane dhe pikërisht të Merzit është ndoshta ajo nevoja apo përpjekja e kancelarit gjerman për të marrë leadershipin tashmë në Europë, por gjithashtu vjen edhe pas një sër tavolina shumbullake të dështuara ndërmjet Ukrainës, SBA-s dhe Rusisë. Dhe në gjitha këto takime të cilat pritej armëpushimi apo një memorandum drejt paqes, dolën të gjitha të dështuara dhe u duk qartë që revanshi rus nuk e kishte ndërmend të ndalonte në 20% e territorit dhe po aq kapacitetet e pajisjeve që tashmë Ukraina i dispononte si Storm Shadow apo dhe Atacams nuk është se patën ndonjë ndryshim në kursin e veprimit të luftës apo në depërtimin në pika strategjike ruse. Ndaj kjo lëvizje mendoj që në një mënyrë të zgjuar u justifikua edhe me limitimin e targetimit vetëm të objekteve ushtarake, pra komand kontrolli, komand postet dhe jo në asete ku mund të ketë civil. Ende nuk dihet nëse këto do të përdoren, do të lejohen, pasi është një deklaratë e hedhur në tavolinë, mendoj që sigurisht duhet të ketë një dakordsi mes liderëve europian, politikisht, si do duhet politikisht? Dhe me Trump. Politikisht mendoj që për post të gjithave është edhe një sfid personale, por edhe një mënyrë e Merzit për të mbajtur atë premtimin për konsum politik të brendshëm, pasi ai erdhi me premtimin e madh të rikthimit të Gjermanisë i leadershipi europian, edhe pse unë jam pak skeptike nëse kjo do të arrihet, po ndërmjet një leadershipi gjerman dhe atij francez mendoj që Merz është pak më afër në këtë sens. Koxhe? Mendoj që deklarata e Merz është deklaratë totalisht politike, e bërë për konsumit të brendshëm, si tha edhe zonja, për të mbyllur, pra hapi para 3 ditë përpara se të bënte deklaratë, bëri një deklaratë tjetër e cila hapi një problem të madh me Izraelin. Dhe kur Izraeli reagoi fuqishëm, doli me këtë deklaratën e Taurus. Dhe tashmë duket se për të çuar një Taurus në qoftë edhe një raketë 10-20 sa duan të çojnë, i duhet vendimi i parlamentit gjerman, pra Merz nuk ka tagrin që të firmosi dërgimin vet të këtyre raketave. Pra duhet patjetër parlamenti gjerman. Dhe për këtë arsye tashmë kanë sajuar këtë ngritjen e këtyre fabrikave gjoja në Ukrainë, sikur kjo do të prodhojnë Taurus dhe gjoja u prodhuan atje. Pra do të shkojnë në mënyrë të fshehtë për pa miratim të parlamentit dhe për të thënë që u prodhuan atje. Sepse po kemi një problem tjetër që gjithsesi aktualisht vetëm për fabrika për Taurus apo edhe për gjëra të tjera? Kryesorja ishte për Taurus, pastaj tjerat.
kryesorja ishte për Taurus. Rrezit gjatë. Dhe këto Taurus do të merren nga pjesë e vogël, nga Gjermania, kurse pjesa më e madhe e tyre do të merren nga Korea e Jugut. Pra se vetëm 3 vende në botë përdorin raketa Taurus: Gjermania, Spanja dhe Korea e Jugut. Spanja ka një numër të limituar vetëm 43 copë, nuk ka më. Gjermania ka 600, Korea e Jugut ka 267 copë. Qartë. Ky është numri që. Dhe po ka një problem për përdorimin e këtyre raketave. Ke ide sa mund të jetë kosto e një raketa? Jo, nuk e kam idenë realisht. Nuk ka informacion. Nuk ka informacion. Kemi një problem se të raketa Taurus, pavarësisht se janë prodhim gjermano-suedez, gjithë komponentët e navigimit satelitor, komponentët e përcaktimit dhe e rezolucionit të objektit të goditjes janë komponentë amerikanë, kështu që nuk mund të përdoren në asnjë mënyrë pa lejen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra pavarësisht se mund të shkojnë ose kanë shkuar, pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës ato nuk mund të përdoren. Se çdo pjesëmarrës që ka pjesë do të japë elementi do të japi lejen në përdorimin e armëve. Dhe ti mendon që s'do ketë këtë miratim thotë Merci? Me fjalë, raketat mund të shkojnë, mund të kenë shkuar, po prit miratimi i Amerikës. Pra pa dhënë miratimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë besoj që deklarata e Trumpit që tha që po qese për 2 javë. Po ata që ato tashmë kanë goditur. Jo, ato nuk janë përdorur fare, dhe më thotë po të ishin përdorur që rusët do kishin bërë namis, pra jo raket kapet, pra nuk është se skapet që është përdorur kjo lloj rakete. Raketa e fundit me rrezet e gjatë veprimi në Ukrainë është përdorur me datë 17 janar. Prej datës 17 janar të këtij viti Ukraina s'ka përdorur më asnjë lloj rakete me rrezet e gjatë veprimi. Se nuk ka pasur. Dhe problemi tjetër i përdorimit të këtyre raketave është se këto janë raketa, siç e thatë edhe juve, air talk, pra duhet patjetër të lëshohen vetëm nga avionët, dhe vetëm avion që mund të lëshohen janë avionët F-16, që ka edhe Mirage 2000. Po edhe Mirage 2000, po këta lloj avion që ta shef janë duke ai burimi që konsultohen, ishin duke modifikuar për të mbajtur këto pjesë. Tashmë Taurusët janë aty. Po një familje me skalpin është, me skalpin francez. Nuk është që çdo lloj misioni, çdo lloj avioni për të çuar një raketë Taurus në objektiv 500 km është një mision kamikaze. Jo, 500 km larg objektivit, brenda territorit të Ukrainës. Mund të ngrihet, nuk ka nevojë. Për të ngritur objektivin 500 km duhet të afrohesh afër zonave të luftimit. Zonat e luftimit? Po. Shumë mirë, bravo. Sot gjitha problemet janë mbritur për sot. Një sekund, Goxhaj. Nëse mund të shtoj edhe diçka shumë shkurt me Goxhaj, përpos të gjithë problematikës së përshtatshmërisë së këtyre pajisjeve, një nga komponentët kryesor për përdorimin e tyre në mënyrë efektive është edhe ajo që quhet early warning system, pra sistemi i informacionit të shpejtë edhe të indikacionit ku janë këto bazat, e cila ofrohet vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e NATO-s. Kështu që edhe këtu ka një pyetje të madhe nëse ato do t'i vendosin në dispozicion satelitët e NATO-s dhe të SBA-s në ndihmë të Ukrainës, po flasim gjithmonë brenda territorit rus. Po, është një gjë të shpenjor dhe kjo ndodh vazhdimisht. Pra satellitët përveç ndërprerjes të shkurtër kohore, janë në funksion plot në ndihmë të luftës në Ukrainë. Nuk është se Kristavi? Në këtë pikë ndodhemi, unë mendoj që Ukraina tashmë është mjeti me cilin... Do të fillojmë nga akti Mercit, ke kjo do sepse s'ke fare diskutim. Po, pikërisht nga akti Mercit ka bërë për të dërguar Taurusët, mendoj që në këtë pikë ndodhemi, Ukraina është vetëm mjeti me të cilin Gjermania dhe Britania e Madhe, sidomos janë duke luftuar me Ukrainën. Është me Rusinë, është në thelb është një vazhdim i strategjisë së Bidenit për ta dobësuar sa më shumë ditë mundur Rusinë në këtë rast, dhe nëse shkojmë me logjikën evropiane që Rusia nuk do ndalet tek Ukraina, pse jo ta dobësojmë tashmë Rusinë para se të shkalojë tek pjesa tjetër e vendeve siç vendet balltike apo vende të tjera. Tani un kam përshtypjen që në këto 3 vite në Ukrainë janë dërguar raketa Storm Shadow, Atacams, Leopard, tanke, Abrams, çdo lloj, le themi, armatimi është dërguar, por në terren nuk se ka ndryshuar në një gjë në thelb. Dhe Ukraina ka vazhduar, ka goditur dhe me dron, ka goditur në territorin rus, dhe me raketa ka goditur në territorin rus, por në terren nuk është përkthyer në sukses kjo gjë. Dhe prandaj mendoj që ti mendon që nuk është sukses përparimi ka që nga dalti ushtrisë ruse, bllokimi, ofensiva e Kurskut. Përparimi ka qenë nga dalë që në fillim. Përparimi ka qenë një gjigant me një fuqi të mesme. Përparimi ka qenë nga dalë që pas 4-5 muaj të parë, pastaj nga dalësuar përparimi. Por nuk se ka ndryshuar në një gjë në thelb në terren. Ushtria ruse vazhdon të përparojë. Qoftë 1 kilometër, 2 kilometër, 3 kilometër, për shembull gjatë muajit maj, deri tani ka marrë gati 500 kilometër katror. Nuk është shumë, po nuk është as pak. Pra kjo lloj logjike tha, sepse shpesh gjatë këtyre 3 viteve kemi parë armë të cilat janë quajtur si një rajon stabilisti.
në një tokë sa... Në një luftë të tillë dhe Aisha është nuk dyshon, po ideja thelbi idesë është që shpeshherë kemi dëgjuar për armë që do ndryshojnë luftën. Shumë kur ishte rasti tankeve Leopard, thanë që në këtë moment Rusia do mundet në fushën e betejës, nuk ndryshoi asgjë. Prandaj them që dhe Taurusut, kam përshtypjen që rusët janë përgatitur për diçka të tillë. E dini shumë mirë që do vinte një moment që dhe Taurusut do jepën, mund të jepen edhe gjëra të tjera. Për të ndaloj pak sepse unë nuk e di, në këtë studio nuk është thënë asnjëherë që ose referohet studios tonë, që do vinë Leopardët dhe do ndalë Rusia. Në të gjithë dhe media botrore, propaganda. Dhe media botrore. Por mund të më thuash sa Leopardët çuan? 260 copë. Ka qenë 200 copë? Ma pak se 260. Ma pak. copë. Edhe nuk kanë qenë dyshi, kanë qenë njëshi, kanë qenë gjithë defektose, gjithë magazinat. Ka pasur edhe dysha, Tanket Abrams janë dërguar magazinat. Si janë dërguar amerikane kanë qenë cilësi e lartë. Kështu që nuk tanket Abrams amerikane kanë qenë cilësi e lartë. Ka qenë Challenger britanik, ka qenë gjithashtu cilësi shumë e lartë. Kështu që 30 copë Abrams. 30 copë? Me 30 copë do ndryshoj pa nuk kanë dyshuar. Ideja ka qenë e tillë sepse ideja që simbolikisht kjo do bënte do thonim do zhvigjeronte qasjen e mbështetjes ushtarake politike në mënyrë masive. Edhe Taurusut simbolik janë. Edhe Taurus simbolik janë. Sepse shumica e raketave për shumë Storm Shadow ose Abrams që ka goditur Ukraina në Rusi janë kapur nga mbrojtja ruse, pra nuk se kanë bërë ndonjë dëm. E njëjta gjë ndodh edhe me Taurusin në këtë rast. Kështu që nuk besoj se rusët janë kaq pa përgatitur. Jo, se duke shtuar një fare, po them, nëse Sera? Kancelari Merz përdor një shprehje, thotë, ka ardhur koha që ukrainasit nuk do të jenë vetëm të bëjnë një luftë reaktive, pra reaguese, por do të bëjnë një luftë proaktive. Pra do të jenë ata që të formulojnë ngjarjen. Pra këtu është një ndryshim në konceptin strategjik që këta mendojnë se duhet mbështetur Ukraina për të arritur që të bëhet faktor. Nuk mjaftojnë Taurusët për ta ndryshuar gjithë këtë logjikë. Duhet të ndryshojë gjithë mënyrën se si Ukraina bën luftën. Më shkruan një miku im që në fakt është doktor, është një nga doktorët më mirë që për një fakt, po s'pa them emrin, se ndoshta nuk do, po thotë, zhej 1 milion euro bën një raketë Taurus. Ma ndihmoi me që bëra pyetjen. Pa do të thënë, nuk është aq e shtrenjtë, por nuk është aq e lirë. Me krahasim me patriotët sa janë? Edhe patriotët, një raketë patriotët, aty shkojnë edhe patriotët. Sistemi patriotët shumë i shtrenjtë. Një shat 1.2. Okej. Gjithë sistemi patriotët shumë i shtrenjtë. 1 miliard të saktë, që është një... Dakor. E kemi mishën? Në një lidhje më të mirë, nëse nuk e kemi, kalojmë një shohim si këtë sinkronin e Mercit, me që diskutuam ka gjatë, dyshit lutem, dhe më lidhim me mishën. Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Mehr Diplomatie als in den letzten 3 Wochen hat es in diesem Krieg von europäischer Seite noch nicht gegeben. Und in ganz enger Abstimmung mit Präsident Zelensky, in enger Abstimmung mit Präsident Trump. Ich hoffe, dass Russland dies sieht und dass sie unseren Willen, hier zu Gesprächen zu kommen, zu einem Waffenstillstand zu kommen und zu Friedensgesprächen zu kommen, auf allen Ebenen ernst nehmen. Do të thonë në përmbajtjen e saj që kam këtu një koncentrat, bëhet fjalë për të nënshkrimin që ministrat e mbrojtjes së dy vendeve nënshkruan për sistemet të armë me rrezë të gjatë, veprimit të prodhimit të Ukrainës, të quajtur Long Range Fires. Dhe kuptohet me ndihmë dhe asistencë të specializuar gjermane, që jo vetëm që kanë autorizimin, po dhe prodhimin. Se kemi mishën, nuk e kemi dot. Okej. Ati, zërë çon kënë për shkallëzim të mëtejshëm, sepse Macroni ka dhe të sahalë dhe nësa të marrë veten nga incidentin në dhe të trajtojnë në pjesën e dytë. Patjetër që kjo e qënë për shkallëzim, por... Sepse e bëri, jo, pyre çik më e komplikuar, e filloj, e kemi mishën, një sekond misha. Pra, e bëri një tentativë Macroni për të marrë leadershimin
e mbrojtjes e fuqisë, po themi, bërthamore dhe të liderit të lokomotivës ushtarake të Europës kontinentale. Tani duket sikur Merci është i sinkronizuar me Macronin apo del një hap përpara vetë? Se ka mund të fillojë dhe konkurencën. Ata kanë pasur gjithmonë konkurrencë, po janë të sinkronizuar. Pastaj pavarësisht apo sinkronizuar në Tiranë. Pavarësisht incidentit që ndodhi me presidentin Macron, ai i ka ofruar Europës dhe i ka dhënë garanci për çadrën bërthamore, pavarësisht çadrën bërthamore franceze. Por unë mendoj që situata po rëndohet në një farë mënyrë, po kjo po nxit edhe mundësisë më tepër të proceset diplomatike. Pikërisht pas këtyre lajmeve, pas këtyre t'i quajmë kërcënime apo jo kërcënime, apo t'i quajmë kompaktësim të Europës përballë Rusisë, më njëherë pat një kërcënim nga ana e Medvedevit për luftë bërthamore, për luftën e tretë botërore më saktë, jo luftë bërthamore, por nga ana tjetër Putini që është gjithmonë e lëshon Medvedevin të parin që bën kërcënimin dhe pastaj ai del më i zbutur, nxori atë propozimin, domethënë se çka kërkon Rusia në këtë. Dhe po ti shifsh ato tre kërkesat e Rusisë ishin shumë më të zbutura në krahasim ato që ka kërkuar Rusia në fillim dhe Putini në fillim, domethënë. Dhe e para ishte që kërkonte neutralitetin, ata e ka kërkuar, nuk është edhe atë ja ka garantuar edhe Trumpi neutralitetin. Por që edhe mos përhapjen edhe Bideni nuk ishte për antarësimin e dhe mos shtrirjen e NATO-s më tepër në linje. Edhe kjo është thujse e pranueshme sepse është si një nga shkaqet, është quajtur si një nga shkaqet e konfliktit. Pra, në një farë mënyrë dy nga këto, nga ana tjetër, një zbutje të sanksioneve që edhe këtë presidenti Trump ja ka garantuar, nëse do ulet apo do japet pushimin 30 ditor, ja ka garantuar. Pra, hyni i zbutur në këtë dhe të shohim tashmë ai memorandum i famshëm se çdo nxjerr në takimin e 2 qershorit në Stamboll. Misha, e njëjta pyetje që të bëra në fillim. Pra, do më thënë, ka dalë kështu në një meme ose në një karikatur në mediat, po themi, ruse, Merci me një helmet, kështu, Wehrmachti në gjë, po e nga skojnë. I ka kujtuar kushërinë të Merci që do të mësoj si kushërinë të vetë në kohën e luftës gjithëbotërore. Qoj pak zërin të lutën se me zjetë i gjojë. Pra, problem. Po, dhe një? Do me thënë, ka pasur deklarata shumë, do me thënë, të forta, të repta, dhe është përmendur raketa Oreshnik, që mund të vi peshqesh Berlinit pas këtyre raketave, Taurus. Pra, do me thënë, po bëjnë gati Oreshnikët për Berlinin, po dhe? Nuk mendoj që po bëjnë gati, kjo është një demagogji, një luftë fjalësh dhe... E qartë. Sigurisht, por gjithashtu është një reagim i fort i Moskës për të kuptuar seriozitetin që ka Moska për t'ju kundërvënë. Sepse raketat, do me thënë Taurus, nuk janë shumë teknikisht më të avancuara se Storm Shadow, pavarësisht së rrezikut të veprimit. Por nga ana tjetër është simbolike që dhe Gjermania i bashkohet, do me thënë, këtyre ndërmarrjeve, do me thënë, Rusisë. Dhe mund të kërcënoj, për shembull, kur me të drejtë pas folësit përmendën pikat kur ndodhen raketat strategjike bërthamore, çfarë kërkon Europa? Të godas armët bërthamore në Rusi? Misha, si është e vërteta rrjedhës së këtyre dokumenteve që u publikuan në një njëjtën ditë? Ka ndonjë gjë informacion? Do me thënë në Rusi nuk ka pasur deklarime dhe do me thënë deklaratën në këtë drejtim, por kuptohet që vendodhja e armë bërthamore dhe le të themi aty ku ndodhen raketat dihen që nga kosmosi është shumë e thjeshtë për të Jo, raketat dihen, po deke trashësia mureve dhe thellësia e ato dalin për herë të parë këto. Edhe që do varet nëpër mure. Janë dokumenta që janë bërë për tenderat. Unë mendoj që më tepër në inteligjencë po japin dronat Ukrainas që godasin Rusin dhe që vazhdojnë depërtojnë në thellësitë të Rusisë. Ka pasur, për shembull, brenda një dite janë dërguar 300 drona në drejtime të ndryshme, 27 nga këta janë rrëzuar afër Moskës. Një biles ka qenë në periferitë të Moskës. Misha, kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur dje, biles isha në avion kur po kthehesha dhe
e hasavet këtë, do me thënë, këtë fakt, por do me thënë, të gjitha dronët u rrëzuan dhe aeroporti u kthye në formë normale funksionimi pastaj. Nuk rrëzuan gjithë, jo. Por ka pasur, do me thënë, ka një Goxha e thot që nuk kanë goditur gjithë. Ka patur dezinformacion nga mediat ruse. Jo, mediat ruse kanë dhënë me filmim që disa dronë goditën objektive. Goditën objektive. Civil, po. Pasan goditur. Nuk ka pasur viktima civile, ka pasur, do me thënë, dëmtime pasadash në disa ndërmarrje, ka pasur, është një ndërmarrje që prodhon dhe drona, do me thënë, dhe në periferi të Moskës, dhe ajo është goditur. Po është goditur, do me thënë, një ndërmarrje, do me thënë, janë thyrë qatë gjama, ka pasur dëmtime në prodhime. Problemi është që këto... Po ato që kanë goditur Moskën, sa afër janë? Ato që kanë goditur Moskën, sa afër janë? Do me thënë Moskën, ajo është në periferi të Moskës, do me thënë është Moskë brënda, por është, do me thënë, nga Kremlini është 25 km për shembull. Davon nga Skënderbeu deri në Vorë, kështu. Pak ashtu, afër është? Diçka e tillë. Diçka e tillë, po. Për një qytet si Moska afër është? Që këto do sulmet e Ukrainës janë monitorim me përmasa paralele. Janë, do me thënë, monitorime që bën NATO për të kuptuar se si funksionon, do me thënë, si funksionojnë forcat kundërajrore ruse. Kuptuar ku ndodhen, si veprojnë dhe si luftojnë. Është një më tepër sepse këto drona nga ana strategjike nuk sjellin ndonjë ndryshim në luftë apo në potencialin ushtarak të Rusisë. Është qesharake të besohet se ata mund të ndryshojnë fatin e luftës. Por nga ana tjetër ata studiojnë se si dhe ku ndodhen forcat kundërajrore, si veprojnë, çfarë strategjike. Shuna tha dhe zoti Krisafi në studio që problemi është që nga ana psikologjike se kështu fillon kjo punë. Pra, kur bombardon të tjerët, në këtë rast, teritorin e Ukrajinës, okej, të duhen të dëmet. Kur fillon pas e të thyen xhamat ke shtëpia, nga ana psikologjike, thua Kovadis domini. Çfarë po ndodh? Sepse dhe gjermanët kur bombardonin Londrën, kur tani fillon dhe hyn dronët në territor, se ata po të ketë kundër një mbrojtje tamam që nuk futen afër, nuk vinë afër Moskës. Sa është distanca nga Ukraina në Moskë? Është 500 km, po. Po do më thënë, ka udhëtuar i droni gjyk me atë motorin rak-zdrak, 1500 km. Të ndrohen dronat, edhe Izraeli që ka atë kupullën e famshme, nuk do me thënë... Po mirë. Do me thënë që pa mundur që të po Irani nisi 1200. Po jo, do të them që pra edhe kundër goditja Ukrajina si një efekt psikologjik do të ketë, nuk më them ta pranosh ti më, po. Absolutisht, efekti është ende i vogël, efekti është ende i vogël, nëse do ishin masivisht, ato se semi aty. Po, nëse do ishin masivisht, mund të ndryshonte diçka. 300 dronë nuk kanë pak. Nëse do binin 300, dhe të themi, mund të ndryshonte diçka në psikologjinë ruse, po efekti kam përshtypjen është ende shumë i vogël. Rusët mund të bëjnë edhe më të motivuar që të shkojnë në Kiev, të shkojnë kur duan. Gjë parasysh që të gjitha përveç dronëve, të gjitha llojet e raketave nuk janë dhënë me qëllimin për këto sulme të intensifikuara, do me thënë, kanë edhe një qëllim tjetër, që të prishin, do me thënë, rrjedhjen e bisedimeve për paqe. Ukraina nuk mund të dalë hapur kundër bisedimeve për paqe, në këtë mënyrë ajo provokon Rusin për në një goditje më të tmerrshme, ku mund të ketë dhe më tepër viktima e tjerë, dhe kjo mund të sjellë, do me thënë, ndalimin e bisedimeve. Po neve si jemi në bisedimet për paqe, pra aktualisht nuk ka bisedime për paqe, ajo dhe bisedimi që mund të mbahet edhe me datë 2 qershor është thjesht një bisedim teknik për të paraqitur ato pra palët do paraqisin pozicionet e tyre. Ky nuk është një bisedim për paqe, pra nuk kemi hyrë fare në bisedat për paqe realisht. Pra nuk jemi në atë, kështu që s'ka qa prish as njëra as tjetra, pavarësisht do rikthehemi këtij dekriptimi mbas kaloj pak publicitetin, do të thënë Ujqa Fshtama, Optika Luani, publicitet dhe rikthehemi pas pak.